Është e vërtet ajo që po thot Ramaboja, që për faktin që jeni kritik ndaj pushtetit, në një farë forme kemi qenë përkas të opozitës. Pra edhe për krajën e studiove televizive ka pasur të opinionistëve, duke temë për shembull po them, jo pse e përkoj një parti caktuar politike, po duke qenë kritik i pushtetit me automatizëm shku kam qenë përkas i partive. Dhe këtë këto, sot të muqu me thonë. Do me thonë pas këtë dështu edhe ju? Jo mëse nas bjedhën vota, nas dështojmë, mi se pas pare si japëm. Nas të vime dhe nesër. Sepse, ama nuk është vesh media, nuk janë emisionet. Jo, e keni pas këtë përkrajën. E keni pas këtë përkrajën. Këtë përkrajën e keni pas. Këtë përkrajën, dhe ju ka mujtë vetë vendosja, me qka? Me qka jo pas ka mujtë vetë vendosja komunikimin? Me pushtet. Me pushtet. Jo, ne jo thonë juve njëse. Me qka jo ka mujtë vetë vendosja komunikimin? Ai komisioni atëra, këtu termal. Për deputetët. Për verifikim të mandateve. Për verifikim mandateve. Ka një kushtetus a kushtetus? LDK e ka rreth bajrakun e cilit ju kushtetus, mas 3 ditë ka hinë sallë ka thonë për votojmë. Po se që nga ndryshë. A dim për sa ndryshime në qëndrime i ka pas, a shkojmë të poshtë. Qështë do të po kryetari kuvendit? A guzën më ndo deputeti sërp i deputetve tjerë? E tjera. LDK në fund ka dashtë edhe mu votu buxheti, një pjesë e LDK-s. Kanë bo presion grupin parlamentar, kanë kërkon grupin parlamentar. Po, LDK, fatkeqësisht e ka hub busullën në opozitori. Dhe vetëmit njerë që kanë bo opozitën janë aty. Dhe, a bën, Ermal? Apo kupton? Veç një pikë kanë bo opozitë LDK. Veç çështjen e energjisë. Çata dy që kanë bo opozitë çështjen e energjisë e ki kuvend. Po. I kin kuvend dhe këta dy, fatmirësisht dhe mundu ku mbo qefi që. Pro, ka pas probleme serioze mënyrën që është artikulli LDK. Një LDK që i ka 120 kandidat për deputet, veç 3 njerëz kanë folë që 6 muaj, 8 muaj, 9, veç 3 njerëz, 4 kanë folë. Përfshi kryetarin e partisë, pa përshti Lumiri, që ka folë intervista. Ka folë në Ashtadat Besjani në herë. Qysh është e mundshme, Allah? Qysh është e mundshme? Qysh është e mundshme me ndorë skandal mas skandali, edhe parti politike mos me posë, ditë ka 2-3 konferencë për shtyp, jo ka një. Pro, Lidha Demokratike e Kosovës, dhe unë besoj po ashtu, që mënyra, dhe këtu e kom thonë, që studio televizive, qysh i përgjigjet letrës, LDK-a ftesës së VV-s, ka me qenë shumë e rëndësishme për LDK-n, sepse këtë letër, VV-ja ka që për mja marë elektoratin. Këtë të më ditë qysh se hu për elektoratin në përgjigje. Ta shu dëshmu, që nështë ta problemi ka qenë kjo mënyrë që se ndaj levizës vë të vëndë. Bo ma ki, po këto kena mi po. Pra unë nuk e besoj këtë argumentin që me TikTok a dishfar propagande kanë bo me non shkurt nëse shumë. Të me Serbi i kanë lidhe, me oligarke, me zëska, këtë atu i ka hek vetë vendosja. Edhe ta shimujti me komunikim, a atës shimujke me komunikim. Në fakt, dorën zamër shumë atash për e ka pas komunikim. Se ka pas nërma në këto që ka bo. Shkurt se tash. E tash. Jo, nuk e vreni një pjesë tjetër. Me komunikim. Po, do më dhëmë, për një parti politike, shumë e ronë me konstatu këtë fakt. Se unë ta bëjnë pyetje një, që e konë të boti? Dhe i sa të më i ke kjo me komunikim. Që e konë të boti, të shte u ruzan peja, qka? Që, të përgjigjet jo una. Të punu me krabza, qka? Qka e konë të bo, vlo? Edhe e dyta tash një pyetje. Dhe tash e dyta një pyetje. Përgjigjen. Akome ne që ke Lidha Demokratike e Kosovës në sol, për më zgjedh Vjosa Osmani president. 2 deputet pipës, ju 2 arrëmi. E para, s'ka nevojë më përgjigj aty Ermal, konstatim, që duhet të si parti institucionalist. Me pyetje se bën atë përgjigjen me mirë pra. Jo, edhe pyetjen edhe përgjigjen vet, po nejse. Ose më keni armik mu. Jo, për së të rëndësishme se si jam të komuniku me ty, jam të komuniku me shtetor.